Pas një ngërçi politik një vjeçar, Kosova do të mbajë zgjedhjet e jashtëzakonshme këtë të diel. Pas një viti bllokimi politik që çoi në shpërbërjen e parlamentit dhe krijoi një boshllok prej 1 miliard eurosh në financat e Kosovës, vendi më i ri i Evropës do të mbajë zgjedhje më 28 dhjetor. Këto zgjedhje, sipas Reuters, vijnë pas shpërbërjes së parlamentit pasi vetëvendosja si partia fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit nuk arriti të sigurojë shumicën ose të gjejë një parti koalicioni të gatshme për të formuar qeverinë. These elections will be the most important ones in the recent... Këto zgjedhje do të jenë më të rëndësishme në historinë e kohëve të fundit të Kosovës, sepse po vinë pas një viti bllokimi, por edhe 4 muaj para se të zgjidhen një president i ri. Prandaj këto janë prova të mëdha për të gjithë klasën politike të Kosovës që të jenë shumë më të vetëdijshëm për pikën historike me të cilën po përballen. Megjithatë ekziston frika e përsëritjes së një krize të ngjashme, pasi këto zgjedhje vijnë 4 muaj para se parlamenti duhet të votojë për një president të ri dhe afatet për të ratifikuar kreditet ndërkombëtare afrohen. Sondazhet nuk bëhen publike në Kosovë, kështu që ka pak shenja se si do të shkojë votimi. Everything will depend on the percentage that Mr. Kurti will win. Gjithçka do të varet nga përqindja që do të fitojë Kurti në zgjedhjet e reja, sepse të gjitha sondazhet tentojnë të tregojnë se ai do t'i fitojë përsëri zgjedhjet, por ndryshimi më i madh do të jetë përqindja. Nëse Kurti fiton përsëri me rreth 42% të votave, i gjithë ky bllokim do të përsëritet, sepse hendeku midis Kurtit dhe partive të tjera është i madh, i pakapërcyeeshëm. Por sipas Reuters, duket e pamundur që ndonjë nga partitë kryesore të opozitës të jetë e gatshme të formojë një qeveri me Kurtin, i cili sipas tyre ka nxitur tensione me pakicën serbe etnike të Kosovës në veri. Ka bërë pak për të përmirësuar standardet e jetesës dhe ka dëmtuar reputacionin e Kosovës jashtë vendit. Kurti, i cili erdhi në pushtet në vitin 2021, fajson opozitën për ngërçin dhe mbetet publikisht optimist për fitimin e 500.000 zemrave të nevojshme për të fituar një shumicë absolute. Në një tubim këtë javë ai premtoi të rrisë pagat, të shpenzojë 1 miliard euro në vit për investime kapitale dhe të krijojë një njësi të re prokurorie për të luftuar krimin organizuar. Sigurin po e shtrim